që në këtë emision të kemi një mik special të emisionit dhe timin, zotin Ruel Domi, një studiues dhe njohës e mirë i gjeopolitikës dhe i marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithashtu një nga të rit modelit cili do të mendoj që i duhet politikës shqiptare dhe elitës të re politike. Ruel, përshëndetje. Marsit, të falenderoj për flesin, është kënaqësi si gjithnjë. Ruel, jemi në prag të një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës. Kuptohet e cila është menduar dhe imponohet prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë mund të thuash në lidhje me pikat të veçanta të kësaj marrëveshje dhe kush do dalë i fituar, Putini apo Zelenski? Unë do të them Marsit që marrëveshja ka dhëna goxha interesante. Duke lexuar marrëveshjen, unë mendoj që është më e favorshme ndaj presidentit Putin. Ajo çfarë është interesante është ai e ka refuzuar marrëveshjen. Për arsye se marrëveshja nuk ose si thua nuk parashtron një rrugë për njohje ndërkombëtare të territoreve të aneksuara nga Rusia si pjesë të Rusisë. Sidoqoftë na kanë lexuar një pjesë marrëveshjes dhe mund ndaj disa pika. Na thuaj disa pika që edhe dëgjuesit që na dëgjon dhe gjithë publiku shqiptar të jetë më i njohur dhe të jetë më ndjenjë të kësaj marrëveshje dhe pikave të veçanta të saj. Patjetër. Atëherë marrëveshja përcakton një armë pushim permanent me të dy anët, me dy krahët, pra Ukrainën dhe Rusinë, të cilët fillojnë me një herë implementimi teknik të negociatave, të pikave të pranuar gjatë negociatave. Lidhja me Ukrainën do ketë garanci për sigurinë e Ukrainës, të cilat do jepen nga një grup shtetesh europiane me krye Britaninë e Madhe dhe Francën. Ukraina nuk do lejohet të bëhet pjesë e NATO-s, por Ukraina mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Në lidhje me territorin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të njohin de jure, pra zyrtarisht, Krimen si pjesë të Rusisë. Kujtojmë që Krimea është aneksuar në vitin 2014 nga separatistët pro-rus. Rusia ka qëndrimin që si thua ushtria saj apo forcat e saj të armatosura nuk kanë të bëjnë me aneksimin e Krimeas në vitin 2014, por ne dimë nga inteligjenca që Rusia ka qenë iniciatorja dhe nxitësja e separatistëve rus në vitin 2014 në Krimea. Po, dhe ka qenë dhe precedentin në cilin mendohet që Putini mati tempin e perëndimit kolektiv për të parë reagimin e tyre në qoftë se ai do bënte një invazion të mundshëm territorial. Dhe mos reagimi i fuqishëm ka qenë pararendësi i luftës së Rusisë me Ukrainën. Jam dakord, mendoj që qëndrimi pasiv i administratës Obama i dha mundësi Putinit të kryente pushtimin e plot të Ukrainës në 24 shkurt vitit 2022, duke ditë që Putini ishte në një si thoshte mendonte shumë thjesht pushtimin e Ukrainës, mendonte që nuk do kishte mbështetje të plot amerikane dhe europiane për Ukrainën. Kjo nuk ndodhi në fakt. Megjithatë, është e çuditshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të njohin de jure kontrollin rus të Krimes. Do ta njohin Krimen si pjesë të Rusisë. Gjithashtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të njohin de facto, pra jo zyrtarisht, por si thua realisht kontrollin rus të Luhanskut. Luhansku që i përkrajinave në Ukrainën lindore, që është pushtuar nga Rusia gjatë kësaj lufte, si do të njohë de facto pjesë të kontrolluara nga Rusia të Zaporizhës, Donetskut dhe Khersonit, edhe këto janë zona në Ukrainën lindore, ku ka pas luftime në fakt dhe në luftën e vitit 2014, por ku luftimet janë intensifikuar nga viti 2022 e këtej. Gjithashtu, Ukrainës i është dhënë drejta të rimarrë territor në Kharkiv Oblast, si dhe i është dhënë drejta të ketë kontroll mbi Zaporizhin, është një terminal aty, është një termal apo një qendër prodhimi të armëve të armëve bërthamore që është në Zaporizhje dhe Ukrainës i është dhënë drejta të ketë kontroll mbi atë pikë aty me kontroll administrativ të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por me kontroll de facto Ukrainës. Si dhe ishtë dhënë akses Ukrainasve në digën e Kakovës, që është kalon në Zaporizhje. Nga ana tjetër, Ukrainës ishtë dhënë akses gjithashtu tek lumi i Dnjeprit dhe kontroll i gjirit të Kinbunit. E fundit fare që do të them, në aspekt ekonomik, ka dhe këtu disa pika ku ne kujtojmë që është në takimin me Zelenski dhe Trump,
do të firmosin në fakt marrëveshje e mineraleve midis SBA-s dhe Ukrainës, ku kompanitë amerikane do të kishin akses ekskluziv mbi disa prej mineraleve shumë të rëndësishme ukrainase. Ajo marrëveshje nuk u firmos edhe për shkak të konfliktit Trump-Zelenski në Shtëpinë e Bardhë, por pritet që marrëveshja të jetë pjesë e marrëveshjes së madhe të paqes. Dhe sigurisht Ukraina do të rindërtohet, do të kompensohet financiarisht, nuk thuhet tu se nga kush. Pra do duhet paguaj Rusia për këtë me gjasa jo, por që Ukraina do të rindërtohet dhe kompensohet financiarisht. Sanksionet, dy pikat e fundit, sanksionet ndaj Rusisë do të hiqen, që nga viti 2014, pra sanksionet amerikane ndaj Rusisë, dhe do të ketë marrëveshje amerikano-ruse mbi energjinë dhe sektorët të tjerë industrial. Në fund dua të them që është një marrëveshje shumë e mirë për Putinin, jo aq e favorshme për Ukrainën, si thosh pak a shumë është dhënë Putinit çfarë ai do në tavolinë, por ai ka thënë jo. Sepse nuk njihet i plot pushtimi. Putin do de jure jo vetëm Krimen, por dhe territorin që ka marrë gjatë kësaj lufte. Pra, synimi i Putinit është një fenomen shumë i vjetër historik i cili është pushtimi i territoreve ose aneksimi i territoreve. Pra gjithmonë madhështia e një vendi nëpërmjet zgjerimit të tij. Po ky koncept pretendoi të i kaluar për shkak të parimeve dhe rregullave të drejtës ndërkombëtare. Ruel atëherë mendon që gjithçka në arenën gjeopolitike dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare po funksionon mbi premisën e fuqisë më shumë se sa mbi premisën e ligjit dhe të rregullit ndërkombëtar? Po, mendoj që po. Pse? Unë dua të them që ne po shkojmë drejt asaj rruge. Pra po shkojmë drejt një bote multipolare, realiste, ku siç thoshte Tukididi, një prej baballarëve të shkencave gjeopolitike, might makes right, pra fuqia bën të drejtën. Pra nëse ti je fuqishëm, ti ke të drejtë. Shtetet të cilat kanë fuqi do marrin atë që kanë për të marrë, dhe shtetet të cilat janë të pafuqishme do vuajnë atë që kanë për të vuajtur. Ne po shkojmë drejt asaj bote, nuk mendoj që është kryer komplet rendi aktual botror, por mendoj që ne po shkojmë drejt asaj bote, dhe duke shkuar drejt asaj bote, në një farë mënyre po konsolidohet një rend i ri botror. Tani pyetja që do të bërë këtu në fakt, dhe unë nuk e di se do të diskutosh, pa ka menduar gjatë kësaj jave çfarë do të bëjë Shqipëria. Po. Dhe ka zëra shumë interesante. Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme mendoj, dhe ka zëra shumë interesante të cilët shohin një paralele midis Kosovës dhe Krimes dhe japin në fakt një mundësi, një blueprint se si Shqipëria mund të nëpërmjet SBA-s të negociojë Kosovën me Krimen. Pra nëse SBA-ja po njeh Krimen si pjesë